Min rama vazhdojnë edhe në këtë ente, edhe në klauzur edhe padrita. Atëherë regjistrojnë. Nuk është një pengesë, kemi mundësi për me ndjekë barabartë programin tonë. Ju ftoj se merrni manualin tonë, do më thanë komentari mbi letrën e parë Korintasve, në faqen 75, sepse sot do të shurtojnë së bashku e komentojnë skeda 11. Një skedë në të cili përmbledhet komentimet, tekstin e komentimet nga letra e parë Korintasve, kapitoli 6, resta 1 deri 11. Edhe ju që nuk keni manuali, hapni Biblen, letrën e parë Korintasve, kapitoli 6, resta 1 deri 11. Jemi duke zhvilluar pjesa e parë, duke ndjek pjesa e parë e letrës. Kjo pjesa që është ndarë në disa argumentet, argumentin e parë, që është argumenti themelor, është në fillim e letrës, është problemat të qarjeve, të partisë që krijohet brenda komuniteti i Korintos. Kemi pa një çështje edhe familjare, edhe mbi morali seksual, do me thanë një çështje në të cili një njeriu baskjeton me ajo që ishte grua e atit e vetë. E kemi pa metodologjia e palit që gjithmonë në ranën e parë fikson çfarë janë parimet e fesë kristare e atje mas shpjegon si rrjen edhe pasojat në jetën praktike, në jetën morale. Në këtë kapitull 6, ai na paraqet çështja e tretë, që është kërkimi i drejtësisë tek gjyqet civile. Edhe në këtë rast, ne formulojmë një pyetje hipotetike, duke menduar se Pali e ka pasur nga ata që janë përfaqësues e kishës së Korinto, një pyetje të tillë e kërkojnë sqarimet për veprimtari e për me drejtuar në mënyrën e duhur jeta e komunitetit. Edhe njëherë ju shpjegoj, si kanë shpjeguar përpara, se këta janë pyetje që e kanë unë ndërtuar duke shikuar çka përgjigj, e kjo është teksti biblik, çka përgjigj Pali. Tu janë fjalët e mia, por ma vonë dëgjojnë përgjigja që është çka thot Pali vetë. A mund t'i zgjidhim paganet çështjet e të kristerëve, kur nuk arrim të bien dakord mes nesh? Fjalën e fundit duke ta thotë ligji civil? Si duke të merremi vesh kur ndodhin gjërat e tilla? E lexojnë fillimi i përgjigjes, që janë 6 restat e parë i kapitullit. Dhe situata si paraqitet. E do të shikojnë se teksti është formuar nga një listë pyetje, që janë kundër pyetje, do më thanë, ata pyetje retorike, në të cilin nënkuptohet çka mendon Pali e çka është përgjigja. Është një stil retorik në këtë formë gjallë, në të cili flet Pali edhe nëpërmjet letra, por si ishte nga goja çka ai transmeton. I lexojnë restën e parë deri në 6. A do të guxojnë dokush prej jush nëse kanë ndonjë padi kundër ndonjë tjetri, të kërkojnë të drejten në gjyq para paganëve, e jo para shenterve? Po a nuk e dini se shenterit do ta gjykojnë botën? E nëse ju do ta gjykoni botën, po a thua, a s'keni të Zotit t'i gjykojnë gjërat më të vogla? Po a nuk e dini se do ta gjykojnë edhe engjëjt, e jo me gjërat e përditshme? E ju, kur keni ndonjë pleqësi
për gjërat e përditshme. Shkoni e me vini pleq disa që kisha mbam për asgjë, le t'ju vi turp që me detyroni t'u athen këtë gjë. Kështua, asua nuk e gjendet ndër jush asnjë i dishëm, i cili do të mund të pleqeronte mes vlezërve të vetë, por vllai me vllai paditet, madje para të pafeve. Atëherë kuptojnë se ta pyetje janë pyetje qortuese. Do të thënë se dëshmon një çfarë lloj indinjimi i Palit, është i indinjuar nga kjo fakt. Nga një anë kemi edhe një herë në komunitet në të cili ka rivalitet, ka paditje njëri me tjetrin, edhe për çështje materiale, ka mundësi ndoshta ekonomike, nuk kuptohet për çka jemi tu folur, por kemi konfliktet për të cili kërkon zgjedhjen e për tribunalet e qytetit, domethënë tribunalet e gjyqjet e shtetit. Palja është indinjuar. Kjo komunitet që tregon vetë si një super komunitet, formuar nga super besimtar, që ndjeket predikatar shquarëm, tani nuk ka mundësi për me reguluar në brendësinë e vetë një çështje pajtimit ose një çështje në çfarë lloji mediacionit për me pajtuar në mënyrë vllazërore. Asta e ky një dëzmi tjetër për pa pjekurmëri që ata tregojnë e që kanë anvizuar edhe përpara vetë Pali. Dëshiroj edhe me sqaruar disa shprehje e disa fjalet që duke me kuptuar si duhet. Kur Pali flet për paganëve, ma mirë është përsimi që kemi ne në gjukën shqipe, që përsem paganëve, në realitet Pali ka një fjalë tjetër. Fjala është adikaios, do me thënë jo i drejtë. Edo, çka nën kuptohet për adikaios, jo i drejtë? Pikërisht paganet, pa tjetër për të arsye, është përsye ashtu. Por, è interesantë, se në qoftë ne lexojnë në mënyrë origjinale, thojnë se a kërkojnë drejtën në gjyqë përpara ata që nuk janë të drejtë. Kjo ka një çfarë lloji fjalet në greqisht. Kërkoni drejtësia për nga ata që nuk janë e drejtë. Allora, drejtësia flitet për drejtësi civile në gjyqë, por kur flitet për ata që nuk janë e drejtë, flitet në mënyrë në kuptim teologjike shpirtërore, që ata që nuk kanë fituar drejtësinë e Zotit, do të thotë nuk janë pagëzuar, nuk janë duke praktikuar ajo drejtësia që vjen nga Krishti, ai i cili justifikon mëkataret e na bën aftë për me kërkuar një drejtësi e epërme, duke kuptuar fjala, duke kuptuar kuptimin që ka fjala drejtësi edhe në dritën të ungjillëve, në dritën e bezdidjes së vjetër. Drejtësia është sjellja në sytë të Zotit, që imiton çka Zoti bën për ne. Zoti vepron në mënyrë e shenjtë sepse është i drejtë e ka dashuri për të gjithë. Vepron në mënyrë barabartë me të gjithë. Për të arsye, njeriu që zbaton udhërimet e Zotit, ndjek ligjin e Zotit në bezdidjen e vjetër, është njeriu që është i drejtë. Por në kuadrin e fesë kristare gjëra ndryshojnë një fije. Është i drejtë ai që është pagëzuar, do të thënë që ka pranuar Jezu Krishtin në jetën e vet. Për të arsye ushtron një drejtësi jo në përgjithësimin për çka kërkon ligjin e Mojsiut, ma duke ndjekë çka është predikimi dhe sidomos veprimtari i Krishtit, i cili justifikon mëkataret, i cili pagon
me jetën e vetë, borxhet të bekatarëve. Kuptoni, për këtë arsye është një çfarë lloj drejtësi që ka edhe një emër tjetër, dashuria e mëshirshëm. Atëherë, ju kërkoni drejtësi, një drejtësi plot nga ata që as din që është drejtësia e Krishtit, e jo para të shenterve kush janë. Nuk janë shenterit e kanë kanonizuar si e konceptojnë ne, në gjykën e Shempalit e në Besditjen e Re, sidomos për kisha apostolike, në fillim shenterit janë ata që janë pagzuar, ata që janë shenteruar, ata që janë shfaqsuar nga vdekja dhe ngjarjen e Krishtit nëpërmjet sakramentin e pagëzimit. Të gjithë se janë nën veprën e Krishtit që shfaqson janë shenteruar, aftë për shenterinë e Zotit. Jo shentë nga sjellja e vet, por shenteruar nga mirësia e Zotit që realizon kjo shenterim, kjo drejtësi e re nëpërmjet Jezu Krishtin në misterin e kryqit në ringjaljen e tij. Kjo është domosdoshme me kuptuar se ndryshe nuk kuptoj argumentimin e Shempalit. Ai vazhdon duke thënë, po a nuk e dini se shenterit du të gjykojnë botën? Shenterit në këtë kuptim që kemi thënë. Do me thënë se në ditën e fundit, kur vjen Krishti me gjykuar botën, të gjithë ata që janë ngjitur me të që kanë jetuar si Krishtin, me Krishtin, në Krishtin, janë shoqëruar në lavdinë e tij e për të arsye gjykon pjesë tjetër të botës, që atë bota e mëkatit, bota që ka zgjedhur princi i saj botës, do me thënë djalli. Në ungjit kemi një fjalë e Jezusit që thotë drejtuar apostujve, ju do të uleni me 12 thronet për me gjykuar 12 fiset e Izraelit. Do të thënë, në çka është në kolegjit të 12 apostujve, është shembull e kishës, do të thënë kisha formua nga ata që janë shenteruar ngjitur me Jezusin në mënyrë plot. Ata do të gjykojnë botën, sepse botën është gjykuar nga fjala e Zotit, nga drejtësinë e tij. Per më tepër, argumenton sipas një pikpamje eskatologjike ose apokaliptike vetë Shempali, a dini që du të gjykojnë edhe engjëjt, se ditën e fundit, gjyqi përfunditar do t'jetë jo vetëm mbi njerëz, por edhe mbi engjëjt, por në kuptohet engjëj rebel. Ata engjëjt që duke refuzuar autoritetin e Zotit e kanë veshur pektat të kundërshtarëve, atë që ne quajmë djajt, do të thënë engjëj shtrembuar që kundërshton Zotin, në krye të cili është Satani, me të gjithë ata që kanë zgjedhur pjesën e vetë e që kanë bashkëpunuar me të. Ndoshta ju bani një pyetje, ma nuk janë ta me gjykuar një herë për gjithmonë? Patjetër, edhe shpirtrat e njerëzve janë dënuar në ferr, janë gjykuar një herë për gjithmonë. Por në fund gjykimi do të jetë për njerëz plot nëpërmjet ringjalje për një dëmnim më i plot, që është edhe më i tmerrshëm, sepse bashkohet njënësi e qenia njerëzore, duke pësuar dëmnim përfunditar, shpirti dhe trupin bashkuar prapë, e për çka i përket Satani me engjëjt e tij, gjyqi do të jetë mbi të gjitha të këqija që nga mëkatit i parë që kanë kryer ata deri në fund të botës, kanë vazhduar me duke gëzuar në çfarë lloj liri në këtë kohë pritjes, me të cili Satani vazhdon me vepruar me engjëjt e vetë për me tunduar njerëz, për me fituar njerëz në rebelimin e tij, e duke edhe luftuar kundër shenterit e ata që dëshirojnë me jetuar jetën e shentë
me Jesu Kristi, në përmjet Jesu Kristi. Për të gjitha ta qia, për të cili që ata vazhdojnë me kry në këtë botë, do të jenë gjykuar e do të jenë dëmnuar në mënyrë definitive e ma plotë në ditën e fundit. Pyetja që vjon, asnjë pyetje me përshtypje, pari thotë, nuk keni asnjë njeri që ka mundësi për me gjykuar çështjen tuaj. Në mentalitetin e parit, faktikisht, është ndryshe nga shoqëria jonë sotme, thotë, si ka ishte normal, se ishte normal edhe në komuniteti judejnëve, në shoqëri që ishte shumë kulturor dhe shumë fetar, që çdo grup fetar edhe çdo grup etnik kishte zakona të veta, ligje të veta, në të cili kishte mundësi për me reguluar çështje normal, do me thënë çështje familjare, çështje martesore, kundërshtimet praktike, borxhet mes njerëzve, ndoshta edhe çështjen e pronësisë në nivel jo të lartë, patjetër, pse krime të lartë normalisht shkonte edhe në atë kohë në sytë të shtetit ose të qytetit në këtë rast. Mirë, por për çka janë konfliktet ordinare të njerëzve që ndodhin në jetën normale, normalisht ishte komuniteti që në mënyrë vllazërore, duke ndjeku parimet e tyre ose zakonore ose fetare, zgjidhte çështjet. Për shembull, judejt që ishte shpendar në tanë perandoria romake, në çdo qytet kishte komunitetin e vet me sinagoga e kur ndonjë ebre kishte një konflikt me dikush tjetër, shkonte në sinagogë për me kërkuar nga ata që ishin autoritet e njohur e sinagogës, krerët e sinagogës, për me qenë gjykuar, për me zgjedhur çështje nëpërmjet ligjin e Mojsiut. Pali kërkon se kjo ndodh edhe në kishë, po jo nëpërmjet ligjin e Mojsiut, por nëpërmjet ligjin e Jezu Kristi, do të thënë kjo drejtësia që shënteron e për të cili modeli e ligji, norma, astë vetë Kristi me veprimtarinë e tij. Ndryshe nuk kuptojnë edhe me njëherë pjesa që vjon. Vazhdojnë tani me reshtë 7 deri në 11. Fatikisht kemi këtu brenda 2 pjesat, por lexojnë krejtësisht. Po edhe vetë puna që paditeni me njeri tjetrin, ashtë e metë për ju. Pse ma mirë nuk e duroni padrejtësin? Pse ma mirë nuk duroni të plaçkiteni? Por për kundrazi, ju vetë bëni padrejtësi dhe plaçikni e këse? Vlezërit, a thua nuk e dini se ata që bajnë padrejtësi nuk do të kenë pjesë në mbretërinë e hyjit? Mos u tralltoni, as felikishtaret, as idhujtaret, as kurorëthyresit, as homoseksualitet e çdo lloji, as vjelësit, as pjanecet, as shperaluesit, as thubat nuk do të kenë pjesë në mbretërinë e hyjit. Pra, të tillë ishit disa, por ulat, por u shëntëruat, por e fituat shfaqësimin në sajet e emrit të Jezu Krishti Zot dhe të shpirtit të hyjit tonë. Atëherë këtu shkojnë në pjesën ndoshta më rëndësishme. Pjesën e parë veten tregon shqetësimi i Palit ndaj kjo vështirësi absurde që krijohet në kishën
e Korintos. Pse absurde? Pse janë shumë njerëzore, do më thënë se janë për hapur e mesneshë. Por absurdet në sytë e palit për arsye e pagëzimit e për arsye të Krishtit që duke me orienton jeta të njerëzve. E këtu kuptohet shumë mirë pse. Në momentin të cili pali sugjeron një zgjedhje të tillë, ma mirë nuk e duroni padrejtësin, ma mirë që nuk duroni me qenë zhveshur nga gjana tuaja, qa thot, qëfar lloj drejtësia është? Kjo është një drejtësi pikërisht në përputhje për ata që kanë familjaritete me Ungjilin e Mateut, me çka Jezusi vetë propozon në fjalimin e malit. Kur thotë, ku je detyruar me ba një punë, ti ban dy. Kur ta jep një shurplakë, ti merr një e propozon edhe dyta në faqen tjetër. Do me thanë se këtu te i kalojnë për masat normale e drejtësisë ligjore, për të arsye nuk mjafton për pali që rregullohet puna në përgjigjet. Pse ky nuk jep shpëtimin, u ban një përparim një njeriu. Përparimi është kur njeriu e merr përsipër si rregulla e jetës, edhe në marrëdhënie materiale, në marrëdhënie njëri me tjetrin, çfarë është drejtësia e Krishtit, ai që kargon vetë me mëkatet e botës, ai që i pari e pson padrejtësinë, e në këtë mënyrë e shfaqsojnë njerëzit. Do të thënë se gjithmonë jemi në çka është bërthama e fesë. Krishti vdiq për mëkatet tona, e vdiq i pafajshëm për mëkatet tona, e u ringjallë, do të thënë duke na jepë një jetën e re. Atëherë kjo është perspektiva e një krishter. Këta problemat janë kalueshme, nuk duke me base problemat e saj botës, na blokojnë totalisht një ngjarje shpirtërore e në përgatitje që do të realizojmë për me hyjë në mbretërinë e hyjit. Thotë, a thua, nuk e dini se ata që bajnë padrejtësi nuk do të kenë pjesë në mbretërinë e hyjit. Ata që bajnë padrejtësi, do me thënë, ata që shkojnë kundër vepra e Krishti, po ata që bajnë drejtësi janë ata që merr përsipër kjo drejtësi orientuar në dashurinë e mëshirshëm që karakterizon çdo fjalë e çdo vepër e Jezu Krishti. Kjo fjalë e Krishtit që shpall të lumë ata që janë të varfër. Në këtë varfëri ne kemi mësuar mirë në Ungjilin e Mateut që janë pëmblelu të gjitha lumturitë e tjera. Edhe ata që janë persekutuar, janë varfër që gëzojnë lumturi e të cilit i përket mbretëria e qejve, mbretëria e hyjit. Kjo është logjika e palit, që është logjika e Krishtit në përputhje total me çka mësojnë Ungjilin e Shenjtë, sidomos në këtë përmbledhje që është fjalimin e malit në Ungjilin e Mateut, edhe çka është në Ungjilin e Lukës, në paralelin në fjalimin e fushës, se është ambientuar në fushë në Lukë, por është një vizar vërtet që vjen nga mesimi i Krishtit. Pali e propozon në fort të ndryshme, ma logjika është e njëjti. Për më tepër aplikuar në çështje konkrete, jo me jep si një mesim akoma abstrakt, si një propozim, por tu si një realizim konkrete, një çështje konkrete që ndodh në jetën e kishës. E thotë, çka keni frikë, ju e dini që do të vinë momenti i drejtësisë, një drejtësi jo njerëzore, por ajo që vjen nga Zoti. E jeni sigur që ata që janë mëkatarë, do të thënë që nuk ndjek rrugën e drejtësinë e Zotit në atë formë që kemi thënë, nuk fitojnë asgjë në armen, që është armen definitive, armen për të cilin duhet me kultivuar çdo aspirat, për të arsye zvoglohet rëndësia e çështjes dhe problematikat ose konfliktet që kemi në këtë botë. Mos u traktoni, por më mirë me përsy ndryshëm, mos u mashtroni,
Kjo është, kjo trajtim është me trajtu vetë, domethënë me mashtru vetë. Pse ndoshta mendoni se ata që bajnë padrejtësi ndaj ju nuk do të jenë nashtruar në gjyqin e Zotit në fund fiton veten ajo drejtësia që është dashurisë, e në qoftë ju keni pranuar për dashurinë e për mjënësi e komuniteti me pësua ndonjë padrejtësi, do të keni një merit i madh në sytë e Zotit, sepse jeni duke ndjekë rrugën e kryqit, që është rruga e Krishtit. E me njerë e ban një listë mëkataresh. Allora, kjo lista, pse kemi një listë të tillë? Është një listë që pretendon për me ba, jo në një plot, por me prekur çfarë janë mëkatet më i përhapur në botë. Normalisht listat e tillë ishte shumë të njohur në predikimet edhe e sinagogës, predikatarët, mësues judaik, rabinet ashtu, propozonte listat të vesave ose të mëkateve, për të cili Pali, që vjen nga kjo formim, na propozon tu një shembull, po nuk është i vetmi, edhe në fund të letrat të Galatase, kapitulli 5, do të bëjnë një listë tjetër, nëse si ndalohet veprat e shpirtit e veprat e mishit, e na orienton për me kuptuar çfarë janë në veprat e mishit, veprat shënuar nga mëkati, domethënë në kontradikt me çka është me pranuar Krishtin si shpëtimtar. Dakor, e me pranuar rrugën e drejtësisë të Krishtit. Një letër më e gjatë e kemi në fillim e letrës Romakëve. Domethënë si janë lista që nuk pretendojnë me qenë plot, por orientativ. Në këtë rast kemi fatikisht dy grupet të mëkatesh. Dy grupet e mëkatesh. Ndoshta ata që karakterizojnë më tepër jeta e Korintos, kemi pa një qytet që jetonte në mënyrën e thjesht frenuar nga ana të marrëdhënieve njerëzore, nga ana të marrëdhënieve seksuale, edhe çfarë janë teprimet në marrëdhënien me të mirat materiale, edhe që ndoshta janë në rrenjë të konflikteve që ndodh edhe në mes të krishterëve në Korint. Për të arsye kemi mundësi për me gruppuar në këtë dy sferat seksuale dhe mirat materiale mëkatet që kemi tu. Fillon me njerë Pali. Filgestaret, pornos, thot greqistë. Filgestaret janë pikërisht ata si skedhin liqet normale të marrëdhënieve. Kemi pa unë një rast që është ky njeriu që jetonte me gruan, ish gruan e burit, e atit, është një çështje por leje. Do me thënë, atë gjitha ta marrëdhënie jo të rregullt që krijon lidhje që nuk janë pranueshëm nga moralitetin edhe nga ligjin e kohës e në kuadër ligjor tipik hebraik. Idhujtare kuptohet, janë ata që adhurojnë gjëra të ndryshme, por ne dimë se ata që adhurojnë idhuj, që adhurojnë perëndit pagane, në koncept të judenëve edhe në traditë e besëditjes së vjetër, në sfond të besëditjes së vjetër, shpesh janë barazuar me njerëz që janë kurorë thevje ose që janë tradhtar ndaj familjen, ndaj gruan. Janë tradhtar ndaj kjo marrëdhënie ngushtë që është besëditja, për çka i përket Zoti popullin e vet. Një çfarë lloj prostitucion. As kurore thyrjes, mojkos, janë ata që traltojnë në brendësinë e martesës, shkojnë kundër sidomos udhën e gjashtë. Kemi edhe një referim me një përfim jo plot, por tani e korrigjojnë,
as homosexualitetet është dolloi. Në realitet, në mënyrë më eksaktë, në greqisht kemi fjala malakos, që përmbledh ata që janë meshkuj që veprojnë si femnat. Ata që kanë sjellje femnore exagjeruar, ata që ndryshojnë natyra maskullore në natyrën femnore. Edhe fjala tjetër, arsenokoites, janë tamam ata që kanë marrëdhënie seksuale me njerëz që janë e njëjti gjin. Do të thonë meshkuj me meshkuj ose femnat me femnat. Ata këto janë kategoria që janë fokusuar. Ishte një homoseksualiteti e këta fenomenat ishin mjaft pranuar në ambienti helenik, në ambienti grek, por krejtësisht refuzuar nga tradita e nga ligjit e judenjve e nga çka janë pohimet e bezdidjen së vjetër. E për të arsye janë trashëguar edhe në tradita kristare e pali e pranon në predikimin e vet. As vjelësit, as pjanecet, ata njohin shumë mirë, njerëz që vjedh, pjanecet edhe njerëz që teprojnë. Tu janë njerëz që teprojnë për çka i përket marrëdhënie me mirat materiale, se vjedhin, lakmoj vjedhin, e mandamën ekonomik, material, pjanecet, se abuzojnë nga alkooli, zakonisht, ashtë shperasuesit, ashtë subat, kuptojnë që janë gjithmonë jemi në këtë fushë të marrëdhënie me gjëra në mënyrë tepërt. Ata nuk kanë pjesë, thotë, në mbretërinë e hyjit. Për të arsye, mos bani gjyqjet me ta, por veproni në mënyrë që më mirë që pësoni ndonjë dam, por dhani në duart të Zotit gjykimi. Mos bani ju gjyqjet. E çka është interesante, është përmbledhje përfunditare, mbyllja, që tregon, mos harroni, edhe ju, disa prej jush kanë qenë ashtu, kemi një listë interesante, mjaft të rëndë, edhe ju, do më thënë, kuptoni çështjen e tyre, sepse edhe ju, tani ndoshta keni ndryshuar jetën, fal Krishti, jo fal vullnetin tënde, fal shpëtimit që Krishti ju ofron. Për të arsye veproni edhe ju në mënyrë denje për Krishtin. Keni fituar shfaqësimin, kemi pasur një mundësi e dytë, për të arsye mos gjykoni e mos bani luftë me ata, por dhani në duart të Zotit, sepse në qoftë nuk përfitojnë për çka Krishti ofron, për çka Zoti ofron përmes Jezu Krishti dhe në vdekjen e ngjarjes e tij për me qenë shfaqësuar, atëherë do të janë gjykuar nga Zoti në mënyrë definitive. Mos bani ju gjyq në këtë botë. E në fund përkujtohet pikërisht rari përfunditar që nëpërmjet që në cili veprohet, realizohet plani e shpëtimit të botës nga Zoti nëpërmjet Jezu Krishti, në emrin të Jezu Krishti që është quajtur Zot, do të thënë ai si persona hyjnore dhe shpirti i hyjt që veprojnë së bashku për të realizuar planin e Atit. Shpirtin e hyjt nuk thotë shpirti i shenjtë, si kemi veret disa herë, po shpirti i hyjt, sepse kur flitet për shpirti që si realitet hyjnore, si vetë hyjnore, është shpirti i hyjt, ka shpirti shenjtë, pse shpirti shenjtë as në momentin e cili e ka një marrëdhënie me ne, sepse është i shenjtë për arsye që shenjteron, shpirti shenjtërues.
kur quhet në vetë, as vetë shpirti I hyjit, që ka një shpirt hynor. Mirë, atëherë besoj se për këtë takim mjafton, kemi mjaft material, besoj, për me medituar, e unë, si gjithmonë, ju ftoj se lexoni edhe pyetje për reflektimi, të pyetje që janë në fund e skeles, që ju ndihmoj për me interiorizuar dhe balafaquar me fjalën që kemi dëgjuar e me fiksuar më mirë në shpirtin tuaj e në mendin tuaj mesazhin e parit. Gjithmonë një mesazh fort, shqetësues e si kemi pa shumë pratik, që se vjen nga jeta e aplikon mësimin I Krishti pikërisht në çështjen e jetës. Kjo është karakteristika më e çmueshme që na ofron epistulari I Shëmparit, do të thënë përmbledhja të letrave që janë drejtuar kishave, në këtë rast kjo kishë rëndësishme I Korintos. Ju përshëndes e ju uroj çdo të mirë në këtë kohë klauzures në të cili përfitoni edhe më tepër me lezuar me vëmendje fjalën e Zotit, sidomos edhe për me kërkuar se nëpërmjet dhuratës Shpirtit Shenjtë Zoti realizon kjo fjalë në jetën tuaj. Ju uroj çdo të mirë që do të jeni mbrojtur ju e të gjithë familjet tuaj së bashku me Shqipërinë tonë nga kjo çështja e mjershme që shikon shumë njerëz preku nga kjo sëmundja dhe disa edhe duke paguar me jetën e vet. Mbështesemi në lutje ata që janë në dhimbje, ata që ndihmojnë asnjë moment në të cili çdo njeriu me çdo mjet ka për me merr pjesë në këtë luftë autentike. Ju uroj çdo të mirë, Zoti qoftë me ju dhe ju bekoftë gjithpustetshëm Ati e Biri dhe Shpirti Shenjtë. Amen.